Dhe kjo deri dikun mund të them që ka arritur të ketë efektin e vet nga ana e Iranit, të krijojë një popularitet në botën islame në përgjithësi, nga se vendet, sepse në kuptimin islam, bot kuptimin islam janë dy rryma të ndara që nga halifi 4 në islam, të cilat kanë shkaktuar problematika të mëdha dhe sot ka një përçarje dhe mund të them herë e pakuptueshme. Dhe bota sunite, e cila në një farë mënyrë ka ato dilemat me shijat, dhe kemi një situatë të tillë kur çështja palestineze është marrë në dorë të përkujdesit të Iranit. Mirë po, unë mendoj që është e dhimbshme ajo çka po ndodh në Gaza. Dhe do është e trajtim, mund të them, jo vetëm i aspektit regional, por botëror, me qenë se mund të them drejtën zëri i humanitetit dhe i moralit njerëzor ka qenë bukur shumë i shprehur edhe në për parlamentet, mund të them, të shteteve perëndimore, të elitave intelektuale, shoqërisë civile, dhe kjo mund të them drejtën ka bërë atë që në opinionin ndërkombëtar, sidomos perëndimor, të ketë efektin e vet, sepse ka pasur, mund të them, një përkrahje jashtëzakonisht e madhe. Fundi fundit e nderuar, ne jemi njerëz gjithë, dhe mendoj që spaku në çështjen e Gazës është një pikë e përbashkët, sepse nuk ka rëndësi në cilin kontinent, në cilin grup etnie, në cilin religjion, njerëzit duhet ta ngrisin zërin e tyre. Dhe mendoj që në këtë drejtim, se lufta nuk paraqet, mund të them, ligjërat humane apo morale. Lufta fiton ai që ka më shumë hekur. Dhe në këtë drejtim kemi një situatë e cila ka qenë e papritur, mund të them, për Izraelin, nga se goditja e parë në ditët e para të 13 qershorit, në mëngjesin e hershëm, ka qenë jashtëzakonisht goditja dhëmshme për Iranin, dhe mendoj që në strategjinë dhe në studimet ushtarake është rasti i parë që goditet jashtëzakonisht tash për kundërshtari, mirë po arrin të rivitalizohet jashtëzakonisht shpejt. Do të thotë struktura komanduese janë goditur, janë vrarë general të ushtrisë edhe të Gardës Republikane Islamike, pastaj shkencëtar, dhe të arrihet një rikuperim i tillë i forcave të kundërshtarit të Izraelit, dhe të arrihet të goditet Izraeli dhe Tel Avivi, Haifa, mund të them edhe shumë qytete tjera, Beersheba, për shembull sot tash duket paragjysore ke goditja që u bë ti distriktit jugor, kryeqyteti i distriktit jugor të Izraelit. Është jashtëzakonisht e dhimbshme për Izraelin, mirë po, tham drejtën, kjo situatë e tillë tregon që kemi një evolim për shkak të teknologjisë, tham drejtën, të zhvillimit teknologjik, që edhe shtetet të cilat është menduar që mund të goditen dhe të neutralizohen, kemi një situatë tjetër. Mendoni ju se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të hyjnë në mënyrë direkte në këtë konflikt, dhe si e shikoni stacionimin e 10 avionëve luftarak bombarduesve dhe 3 anijeve në Mesdhen dhe në Gjirin Persik nga ana e Trumpit? Po Trumpi ka pas një deklaratë, do thotë, përmbramshme, kur më thot drejtën Wall Street Journal dhe Bloomberg kanë paralajmëruar që goditja do të jetë atë natë, me një hershme. Amerikanët dhe Trump personalisht ka hezitim, ndoshta në një pozitë jo të lehtë, nga se presionet e lobeve të ndryshme ose atyre më të fuqishme ndikojnë shumë në marrjen e vendimit të Trumpit. Me duket që 3 pikat të strategjisë të tij, të cilat i ka marrë me këshilltarët e sigurisë dhe të inteligjencës amerikane dhe me generalet e Pentagonit, të ushtrisë amerikane, kanë ardhur në përfundim që do thotë sulmi është i pavitueshëm, pika e parë, pika e dytë,
mendoj që të mos përfshihen në një luftë të gjatë në linjët e mesme. Dhe pika e tretë, ata dojnë të bëjnë shkatrimin e programit bërthamor të Iranit. Do thotë janë 3 pikat e strategjisë të cilat brenda kornizës 14 ditore ose 2 javore mund të kemi sulmin amerikan. Thonë drejtën amerikanët kanë qenë dje, sot dhe nesër mburoja e Izraelit. Mund të them në aspektin asaj që disponon ushtarakisht Izraeli, komplet është edhe sistemi mbrojtjes kundër ajrore, mund të them thardi i fundit, i cili është jashtëzakonisht efikas, është do thotë prodhim amerikan. Meqense mendoj që Arovi, por edhe kupolla e Çelikt, meqense kupolla e Çelikt është ka do thotë aktivitetin e vet dikon 16 kilometra të narësisë, është domeni të shkull, sidomos ka qenë projektuar për neutralizimin e raketave të Hamasit, Al-Qasamit, por sistemi tjetër i cili, mund të them, sistemi David, pastaj Patriot amerikan dhe Arrovi treshi, nuk kanë treguar, mund të them, ndoshta atë përsin e mbrojtjes, por mendoj që tërë kapaciteti i aviacionit, se thonë drejtën Izraeli goditjen me aviacion në Iran, neutralizimin e ka bërë, do thotë, me 200 aeroplan, F-35, 15 dhe 16, të cilët në ajër o dashur që të mbushin dhe karburant, dhe do shfrytëzuar edhe hapësira ajrore Sirisë, Irakut, e Jordanit, dhe goditjet të cilat janë bërë dhe supermacionin e aviacion, kryesisht është teknologjisë komplet amerikane, plus duke shtuar këtu edhe informacione përmes satelitëve dhe ato të inteligjencës, informacionet të inteligjencës që janë të rëndësishme për Izraelin në këtë rast. Irani ka treguar tjetër element, superioritetin raketor, balistik dhe hipersonik, dhe kjo po shihet që tash kemi me një shtet që i cili ka një goditje përmes aviacionit dhe sistemit të tyre të avionit luftarak, dhe asaj që po duket se është e padalshme çështja, sidomos e armëve hipersonike Fatah 1 dhe Fatah 2. Pa harruar edhe Khabar 4-shin, që është jashtëzakonisht e tmerrshme, më them drejtën. Dhe kjo është e tëra që kapacitetet e dy forcave janë matur, mund të them, në këto dy komponenta. Amerikanët, mund të them, do jenë ata që po që se goditin Iranin do të jetë goditje shumë e dhëmshme, dhe sepse nuk matet forca e Iranit me të shëbave, dihet nuk është ndonjë zbulim i madh kur del fituesi. Do thotë për njerëz normal që njohin kapacitetet amerikane të një superfuqie botërore është e dishme. GBU-ja e 57 që bomba e cila dikon 13.600 kilogram, paramendoj është diçka, do thotë, që brin deri në 60 metër në thellësi në bunkerat në toksor, dhe atu pastaj eksplodon. Dhe krijon, do thotë, atë mund të them atë shkatrimin që mund të bëhet secilit bunker në toksor. Dhe në Diego Garcia në ujdesin e Oqeanit Indian, një bazë amerikane, nga këtu bombarduesit amerikan, sidomos ai që është më them teknologjia fundit me të cilën bombarduesve, mund të them, të amerikanëve, B-2-shit. B-52 është sistem më i vjetër, por me B-2-shin hedhja e GBU-s 57 që do të jetë shkatërruese, që ka rreziqe që ta në Fordo, po që se goditet, që konsiderohet që këtu zhvillohet programi nuklear i Iranit, meqense mund të ka edhe spekulime, sepse edhe Saddam Husseini këtë formë Iraku është goditur, pastaj ma vonë dalën dhënat që programi për shkatrimin armëve në masë nuk ka qenë real, që u pranu pastaj edhe prej vetë amerikanëve. Do thotë është pikpyetje që nuk duhet të spekuloj, është duke zhvilluar këtu programi nuklear i bombës bërthamore, por ky impant apo ky central bërthamor është në sytë e goditjes që të bëhet, edhe pse në malet Zogros, më fali, është do thotë
një tjetër central, I cili në 4.400 metra lartësi bidatare dhe këto varmale paraqesin në veri perëndim të Iranit, kushti popullat kurte e banuar ekskluziv. Dhe këto varmale paraqesin, mund të them, atë arsenalin që mund ta ketë Irani. Por goditja e tij dhe aeroplan bazëve të anijeve amerikane që u kanë afruar, do thotë, pjesës mes detit arabik dhe oqeanit indian, janë të cilat, të them, Diego Garcia ka 3.900 kilometra nga pika e jugore e Iranit, sepse Irani mendon që ta godas Diego Garcia, po lartësia nuk ka perimetër dhe domet të tillë të cila mund të arrijnë Diego Garcia. Prandaj në këtë pikë mendoj që pastaj kemi atë trupat amerikane afër 50.000, 45.000-50.000 trupa që nga Kuwait, Iraku, Kuwait edhe pjesë tjera të Bahrajnit, Katarit, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabi Saudite dhe Sultanatit të Omanit. Kjo pjesë është e mbushur, mund të them, me pika amerikane të cilat do të goditen. Sigurisht është territor shumë I afër dhe Irani besohet që ka kapacitetet e tilla. Edhe pse janë shpërnda, një bazë duket ajrore në Katar është tërhequr, e kanë teknologjia tyre, aviacioni I tyre, avionët, dhe mund të kem ngushtica e Hormuzit, do jetë pastaj ajo problematika që çmimet në naftë do të kapërcejnë, do thotë, në shifrat e larta, sepse ekonomia botërore mund të psojë, sepse transporti dhe importet e tërë botës, po të thënë, lëvizin nga kjo ngushticë ose kanali I Hormuzit dikon mes 25-35%. Dhe mund të kemi një skenar të njëjtë të vitit 1973, kur ka qenë lufta Yom Kipurit, apo lufta e Ramazanit, ka koinciduar në muajin Ramazan, kur Izraeli është përgatitur të japet një goditje nga Egjipti, Siria, Jordania dhe Iraku, mirë po Izraeli para se ata të mendojnë ta godasin, ky ka pri parë dhe I ka goditur. Dhe në këtë rast Arabia Saudite ka vënë sanksionet ndaj perëndimit, dhe ka qenë kriza që njihen që ata unë tipo si po unë kom qenë fëmijë atko, do thotë 4 vjeçare sa I bie. Dhe mendoj që këtë situatë të sotshme a ka mundësi brenda dy javori të ketë kontakte me Putin, Erdogan, Trump, Xi Jinping, do thotë janë 4 faktorë. Do shohemi, ka shpresa, sepse jam I bindur që ka edhe në kohë lufte ka shkëmbime të informacioneve, mes shërbime, sot ke në Zhenevë takimin që bëhet për programin bërtamor me disa shtete evropiane, Francë, Gjermani, Angli, Itali, me sa duket, dhe përfaqësuesit iranian, me siguri ambasadorit iranian e Zvicër në Zhenevë, ka bisedime të tilla, por mendoj që janë të kota pa dhonizë amerikanët, pa arritjen e marrëveshje me amerikanët është ndoshta mund të kenë edhe amerikanët do një kanal diplomatik përmes ambasadës iraniane ose një të tretë që bën komunikim në të këtë ndërlidhje për të arritur një qetësim të paqes e cila duket se është e zbeth, po jo pamundshme. Do ishte mirë, sepse është vërtetuar që po nëse fota goditet mund të kemi një Çernobil të dytë. Një Çernobil të dytë, I cili mund të ketë rrezatimi I tij mund të prek ndoshta edhe te ne. Por në këtë drejtim sot ka liderë botërorë të cilët mund të them kanë ndikimin e tyre dhe kanë mundësinë që të evitohet. Mendoni se do ketë një tym të varur nga ky takim në Gjenevë? E para, po që se ka sinjale që amerikanët mund të pajtohen apo në mënyrë indirekte përmes këtyre vendeve që përbëjnë korpusin perëndimor ose të vendet të Unionit Evropian me plashtim të Anglisë, që është larguar nga Unioni.